Analiza e kryer rezulton se shkaku kryesor i kësaj situate mbetet ndikimi i rresheve intensive dhe të shtrira në kohë gjatë, erozioni lumor, si dhe saturimi masiv i tokës, gjë që ka çuar në një rrëshqitje masive aktive dhe pamundësi për ndërhyrjet menjëhershme derisa të merren rezultatet e raportit gjeologjik. Në mbledhjen e sotme, datë 24 shkurt, të Këshillit Teknik të Përbashkët midis ARSH-s dhe Hekurudhës Shqiptare, me pjesëmarrjen dhe të stafit akademik nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, gjeologëve të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, projektuesve dhe mbikëqyrësve të ngarkuar, u morën këto vendime. Ndërtimi një rrugë të re alternative përgjatë Hekurudhës në shtratin e Lumit Shkumbin për të mundësuar kalimin e trafikut deri në stabilizimin e plotë të rrëshqitjes. Rakordimi menjëhershëm me Hekurudhën Shqiptare, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore për realizimin e kësaj rruge. Prishja e urës ekzistuese, tashmë jashtë funksionit, dhe lehtësimi i ngarkesës në trupin e rrugës së rrëshqitur deri në krijimin e një skarpate natyrale që do të mundsojë ndërhyrjen në mjetet e shpimit.